Dalim në këtë deklarat për mediat për të shprehur haptazi zhgënjimin e madh në menaxhimin që Kryebashkiakja e Shkodrës ka bërë me plazhin e Velipojës. Një skandal është hapja këtij sezoni në fund të muajit korrik. Asnjëherë më parë nuk ishte ndodhur diçka e tillë. Një pyetje kemi për zonjën Voltana Ademi. Pse kaq vonë? Po ashtu, theksojmë fort fondet që serviren në median monopol TV kombëtar, i cili nëpërmjet kësaj ftese të hapur i merr Shkodrës 10 milion lek. Po pse të dashur qytetar? A thua nuk kemi në artist që do të bënin një ceremoni për të mbajtur mend? Pse në këtë ftesë të hapur nuk mori askush pjesë? Shumë pyetje në të cilën kërkojmë një përgjigje nga Kryebashkiakja Voltana Ademi. Për këtë, i bëj thirrje Kryebashkiakës që skandale të tilla të mos jenë më pjesë e të ashtu quajturave ftesa të hapura në cilën askush nuk merr pjesë. E po ashtu, u bë thirrje këshilltarëve pa dallim politik, por si të zgjedhurit e qytetit, që të reagojnë fort dhe të kërkojnë një sqarim nga kryetarja e bashkisë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak. Shkodra nuk e meriton një menaxhim të tillë. Pushuesit nuk e meritojnë që të bëhet ftesë për hapje në fund të korrikut. Kjo nuk është e ardhmja që Shkodra meriton.